parave publike, por tashmë ata janë kthyer dhe në prestigjator. Kjo foto që po u tregoj në ekran është projekti i tunelit të Llogaras, të cilin e keni paguar me taksat tuaja plot 7 milion euro. Ky është projekti i cili përfshin dhe një detaj shumë interesant. Ndërkohë që shihni foton e projektit, do t'ju tregoj dhe 2 foto tjera, ku mund shihni fare qartë preventivat e kostës së ndërtimit të tunelit të Llogaras, kur çuditërisht janë të parashikuara dhe 2 ura. Kalojmë te foto tjetër këtu. Ura numër 1. Kalojmë te tjetra. Dhe ura numër 2. Siç e shihni, bazuar në projekt dhe në preventiv, do duhet të kishim dhe 2 ura panoramike në hyrje dhe në dalje të tunelit. E meqense në gjuhën teknike këto quhen vepra arti, ndërtimi i tyre e rriti me 25 milion euro koston e ndërtimit. 25 milion euro për ndërtimin e 2 urave të cilat në realitet nuk ekzistojnë. Po, prestigjatori, piktori dështak që kemi në kryet qeverisë, zhduku jo vetëm 10 milion euro në këtë aferë, por ka zhdukur edhe këto 2 ura. Pra që t'ju a shpjegojmë më thjesht, Edi Rama vendos të vjedh 190 milion euro duke ushitur shqiptarve një ide të bukur me ura panoramike dhe rrugë të arta që na çojnë në Europë.